Mungesa e vëmendjes nga familja, mosmbështetja emocionale dhe mangësitë në sistemin arsimor janë disa nga faktorët që sociologët rendisin si shkaqe për shtimin e rasteve të dhunës mes adoleshentëve. Sociologu Erisil Kalemaj thotë se zanafilla e sjelljeve agresive fillon me bullizmin, një fenomen i përhapur por i trajtuar pak nga institucionet. Para duhet thënë bullizmi në shoqërinë tonë është për mendimin tim është emergjencë kombëtare. Tallja, përqeshja, përçmimi, poshtërimi tek të rinjt është një fenomen shumë i përhapur dhe problematik tepër shqetësues. Duhet të rikonceptojmë të rinjt, brezin e sotëm, mendësitë e tyre dhe përjetimet e tyre, të cilat ndryshojnë në mënyrë të shpejtë dhe frenetike. Shpesh brezat e mesëm po e quajmë më të rritur nuk i kuptojnë dhe ne duhet të punojmë sidomos në fushën e arsimit dhe të familjes. Sociologu thotë se brezi i ri po rritet në një realitet të dyfisht, mes botës reale dhe asaj virtuale, ku qasja e adoleshentëve ndaj teknologjisë shpesh nxit përplasje mes tyre. Të rinjt sot jetojnë në dy botë, në botën virtuale dhe në botën reale. Bota e qytetëruar, bota e përparuar po e përdor teknologjinë në funksion të përmirësimit të jetës dhe nuk po e përdor teknologjinë në mënyrë abuzive apo po e keq përdoren nga të rinjt. Me keqardhjen them, një pjesë e madhe e adoleshentëve të rinjve janë pa ndjenja. Nuk po flas empatik, janë të mpirë nga emocionet. Ne jetojmë në një situatë që për gjykimin tim është e frikshme dhe ne duhet të reagojmë menjëherë për t'i kthyer tek njerëzorja. Ndërhyrjet ligjore janë të domosdoshme si masa emergjente, por ato nuk janë zgjidhje afatgjata, shprehet sociologu, i cili shton se trajtimi i problemit duhet të nisë nga sistemi arsimor me shtimin e psikologëve.